Përshëndetje miq, jam duke përgatitur pilaf ditën e sotme me pulë. Pulën e kam zjerë paraprakisht sepse ishte pak e fortë dhe është nga ato pulat që kërkon pak zjerje, sepse na shërben edhe lëngu për të bërë pilafin. Edhe do të përdorim 2 gota të tilla çaj me oriz. Orizin do ta shplaj mirë dhe do ta kemi gati. Pulës do t'i grim pak piper edhe krip. Vendosim pak gjalp, sepse gjalpi jep shije më të mirë gjatë pjekjes. Dhe do t'i shtojmë këtu edhe pak nga uji, ku kemi zjerë pulën. Dhe do ta vendosim në furrë, t'i japim një pjekje nga kjo anë. Do e kthejmë nga ana tjetër. Orizin të cilin e kemi shplar. Tani do të shtojmë 4 të tilla nga lëngu i mishit, nga lëngu i pulës. 4 e gjysmë. Sepse kishim 2 të tilla me oriz. Ja ku i kemi patur fiks, gati 4 filxhana e gjysmë. Do të vendosim pak gjalp tek pula sepse e zbut. Edhe pse ka pak yndyr, po pilafi bëhet i mirë me gjalp. Dhe do ta vendosim tani të vazhdoj pjekjen derisa të piqet plotësisht, të bëhet pilafi mirë. E fura gorenje që na ofron një pjekje fantastike. Ja ku e kemi përfunduar edhe pjekjen e tavës tonë me pulë me pilaf për drek.